Kurkun si ku në vend ytë nuk ka. Unë quhem, ndash më u prezentu, unë quhem Gjafer Makulli. Këtu jetoj me gjithë vëlla edhe me djallë. Djalli ka 2 djemë, unë e kam veç qa djallë, vëllau ka djallë edhe qikë. Me jetë gjatë. Faleminderit shumë. Me të pyet pse zgjelt me nejt këtu ndoshta është pak pyetje absurde prej anës tem, se po besoj keni dashur me nejt tokën e juve, po besoj ku babë babgjysh e kanë zhvilluar jetën këtu. Shiqo, tash pse zgjedhëm me jetu këtu, është një thonje shumë e vjetër që e thujnë njerëzit krejt. Kurkun si ku në vend ytë nuk ka. Të shkojsh në New York, që si më konë asnjëherë, po prap se prap mareci është marec, këtu më flenë zemra, këtu më flenë trupi, këtu më flenë menja, edhe pse mas me jetu që ky vend këtu, për neve na i ka dhonë edhe na jep të gjitha të mirat çka ekzistojnë, në qoftë se don me punu. Këtu njerëzit mas shumë të çka jemi mirëmi me bujqësi, bletari, të cilat javlen më marë. Jeni marrë gjithë, po besoj. Edhe jemi marrë gjithë, edhe babgjysh edhe plot, po javlen edhe sot më marë. Ndëgjëm, prej marecit kanë dalë plot njerëz të mëdhaj. Nuk do të thotë që mareci ka pas veç bujk apo blektor edhe kur gjo ma shumë. Ju, nga mareci ka doktora, kemi pas presidentin Begjet Pacullin, kemi lloj njerëz lamive ndryshme të cilët kanë dalë pej marecit, do me thonë, kanë udhëtue me kilometra, me shku në shkollë, me kryeni një shkollë të mesme, një shkollë të lartë, pastaj fakultetit të sene, po që kanë mrije, mjaft kemi shumë njerëz të cilët kanë lindë këtu, i kanë marrë hapat e parë të shkollës këtu, dhe kanë vazhdue për matutje, edhe janë krenar, edhe që janë të marecit, po dhe na jemi krenar me ta njerëz. Me ta.